e kemi nisë me 2 dhoma, si fillim. Tashi kemi bë, gjatë kohës kemi bë 4 dhoma tjera, me 12 shtretër. Tashi po e zgjerim edhe pak aktivitetin, po zgjerim edhe një 3 dhoma tjera, edhe 8 persona. Edhe maksimumi të shkoj 20-22 persona, nuk mundemi mo net që të mbam, që të presim turista, sepse prishet edhe ajo pjesa e bujtinës mo, kalon status hoteli ajo, nuk është bujtinë mo ajo. Edhe ne nuk mundemi mo që njerëz të nxjerrin të kënaqur. Bujtinë do të thot një shtëpi pritje, bujtina do të thot një shtëpi, ato që kanë shtëpi ti t'i afrosh mikut, t'i afrosh, nuk është nevojë që on atij që ti bie kakalica deti ti bie këtu në Rabdish, sepse s'ka kakalica deti këtu. Ideja për bujtinë lindi se un kam qenë në emigracion, kam qenë gati 2-13 vite në Itali. Fëmijët ikën në shkolla, edhe nosja ngeli vetëm këtu ke shtëpia. Edhe mendova, shoh tash një herë tash çfarë mund të bëjmë. Erdha këto, shifsha këto lëvizje, turistash kishte fillon të kushtu lëvizja aty. Kishte në atë kohë që isha unë, po më pak, sepse frekuentohet shumë fshati, është fshat shumë i bukur, është edhe afër qytetit. Si gjë e mirë ajo se depresish njerëzit punon shpitande, je me familjen. Unë para se të hap bujtinën, njerë ju mora lej nusës time edhe fëmijëve të mi. Thashun kështu, thash kemi, si mendoni ju, thash ta hapim bujtinën apo jo. Kjo është dakord, se po të mos ishte dakord kjo, nuk do të kishim mundësi të hapsha bujtinën vetëm, çfarë do bëj vetëm. Edhe fëmijët tha, do hapni babi tha bujtinën, tha ju, tha, por është një mund shumë i madh për ju, tha se ju nuk jeni mosha 3, tha sot, ne tha jemi tha në emigracion, tha ti tha, ju tha jeni vetëm tha andi tha. Ne kanë drejtën fillimi jo pak i vështirë. Pastaj tu puno, tu mëso, tu njaf me njerëz, me fëmijët tuaj, je mende, jo me njerëz. Se cili ka mendën e vetë, për shumë të knaqëm imi me thënë drejtën. Ndesh me shqiptarë, ndesh me të hujt, po të hujt jënë pak ma tolerant, dhe të vini një misafiri, jo ti edhe dhe të nxjerrish sa më të knaqur, jo të vini një tjetër edhe dhe të plekët, edhe sidomos jashtë shtetit. Njerëz që të pa pravon për ne, do hillasin. Me gjuhën, me telefon, kur nuk kuptohesh marrim më shafmit. Po Sabriu nuk pas të shpua ja, nuk pas shumë problem me gjuhën. Se bëte Sabriu e kthete në translation, Sabriu din italisht. Nuk kishte investime, nuk kishte, po pastaj fillon duke ardhur investitorët e vegjël, duke investuar nga pak, jo ke ujiti, jo ke ndriçimi rrugor, jo ke sistemimi i kaldrëmeve që ka qenë, është bën një diçka fantastike me fjalë, është po vjen çdo gjë vjen çdo ditë duke u përmirësu. Tashi bashkia bie çdo ditë të hon, bie kamionin dhe i merr mbeturinat, një ditë një javë vini i merr. Po kjo është një pozitive, është një diçka fantastike. Pastaj pjesa e energjisë elektrike, nëse fikën dritat, po ato janë të përkushtuar që të vinë dritat sa më shpejt, të vinë fshat. Kjo do të thotë që megjithmend ka përkushtim. Ne kemi nevojë për bujtina të tjera, kemi nevojë të hapën. Po ato ta provojnë me një dhomë ose me 2 dhoma ato përsi që kam hapur në fillim. Nuk është nevojë më bëj investime nga 500.000 euro nga 1 milion euro. Investimi filloi me pak, një pak ti edhe pak unë kam gjetë lek në fesë, dhe më kanë ndihmu organizatat e huaja. Po si të hish pastaj të futesh për pjesë të turizmit të ndihmojnë ato. Çdo gjë që shikon këtu na për shtëpi, në këtë vend këtu, krejt për duart e zë shtëpisë bëhen. Se do të lajsh, do të fshish, do të gatuish, do të presësh misafirin, ta shohësh ti do ta nxjerrish në mëngjes se do ikën ai. Çfarë përshtypjesh lën ke libri, sidomos ka grupe që rrinë me ka dia trenet, ose familje, edhe futën aty bashkë në muke kuzhina. Natën e parë janë miq. Natën tjetër pastaj bëhen shtëpisë ose. Ne kemi edhe një slogan tonin. E kemi pas që herët ato gjysh kasagjyshe se ne kemi qenë shtëpi pritje, kemi qenë këto gjithmonë pavarësisht se kemi prit njerëz pa lek. Por sot e kemi kthyer në biznes, e kemi kthyer në parë.
Të vish si mik dhe të largohesh si i familjes.